Në Kosovë tani duket se ka zhvillime për sa i përket zgjedhjes së ngërçit politik. Hapin për ta zgjidhur këtë ngërç e ka ndërmarrë vetë Lidhja Demokratike e Kosovës. Disa çaste më parë ka pasur një konferencë përshtyp nga kreu i kësaj force politike, Lumir Abdixhiku, i cili ka deklaruar se LDK-ja të riqet nga çdo post, nuk kërkon as post ministror, as kreun e kuvendit, as presidentin, vetëm të zgjidhet ngërçi politik. Blerta Dalloshi Berisha tani drejt për drejt nga Prishtina. Blert, përshëndes, një veprim disi i papritur nga LDK-ja dhe është vërtet Kosova një hap drejt zgjidhjes së ngërçit politik. Mbetet të shihet nëse kjo oferta quaj apo ky veprim i Lidhjes Demokratike të Kosovës do të ketë ndikim te lëvizja vetëvendosje. Me që, si që përmendet edhe ju, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pas një takimi që pati me deputetët e kësaj partije në Selin e LDK-s për rreth më shumë se 3 orë, më falni, ka vendosur që të heqë dorë nga negociatat për qeverim, për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me lëvizjen vetëvendosje, duke thënë që me që lëvizja vetëvendosje nuk i do tamam në bashkëqeverisje, atëherë nuk duan edhe të jenë si dekor, por për të zhbllokuar situatën, ngërçin në të cilin ndodhet vendja aktualisht, ata kanë ofruar që kryeministri Albin Kurti, në këtë rast lideri i lëvizjes vetëvendosje, të ftoj me njëherë seancën konstituive dhe të konstituoj kuvendin, pasi që ky fundit ka thënë që i ka numrat për konstituimin e kuvendit dhe të formoj qeverinë, ndërsa LDK-ja ka ofruar që të bisedoj me lëvizjen vetëvendosje për çështjen e presidentit, por për një president konsensual dhe jo partijak, që sipas tij do të mbronte Republikën. Ai latë nënkuptohej që Lidhja Demokratike madje ka edhe emra për të propozuar për president, por që nuk i përkasin partisë të tij. E qartë, kur mund të kemi një zhvillim konkret, qoftë me thirrjen e seancës konstituive, qoftë ndonjë konferencë nga lëvizja vetëvendosje për të pranuar ose refuzuar këtë ofertë të bërë së fundi nga LDK-ja? Mbetet të shihet, atë e di më mirë kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, nëse do të përgjigjet më njëherë apo do t'i duhet për ndonjë veprim konkret, se si do të veproj kashi kësaj oferte ta quaj apo këtij vendimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në anën tjetër tashmë dihet që Partia Demokratike e Kosovës vetëm se ka proceduar në administratën e kuvendit, drejtuar kryesuesit të seancës konstituive që të thëras seancën për nesër në orën 11, madje deputetët e Partisë Demokratike të përkrahur nga ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të jenë në sallën e kuvendit nesër në orën 11, tashmë priten vetëm lëvizjet nga ana e vetëvendosjes. E qartë, mbetet për të parë, falenderoj për të gjitha ullësitë e përcjella këtu drejt për drejt. Drejt për drejt nga Prishtina në fakt ishte kolegja jon Blerta Dalloshi Berisha në lidhje me situatën më të fundit dhe ofertën politike të bërë nga LDK-ja.